Atëherë normalisht nesër është një neshe si i takon një lezeti, si themi, të kampionatit shqiptar, dy ekipe me histori edhe nga renditja tabelare, besoj që do jetë një neshe shumë e luftume, po ashtu edhe e ndjekun. Ne normalisht kena pas javën në dispozicion për mu përgatit për këtë neshe. Kena marrë gjitha masat, sot e kena përgatitin e fundit, si themi, stërvitin e fundit, edhe do shohim si do vendoset ekipi në fush. Por mund të them që kemi një besim plot edhe kena punu për këtë neshe dhe shpresoj që dalim me pikë të plota. Luan Vllaznia me sulmin më të mirë me Elbasanin, me mbrojtjen më të mirë. Besoj që nuk do të jetë lehtë për ta çarë mbrojtjen e skuadrës Elbasanit. Po, ashtu këto javët e para ata kanë treguar që janë një ekip, një skuadër kompakte dhe nuk kanë pësu gola. Kurse ne kena treguar që dim që të shënojmë në çdo moment. Besoj kena besim plot në kualitetet tona, si ona e repartit të sulmit, po ashtu mbrojtjes edhe mes fushës. Do jetë një neshe, si që e thash, shumë e luftume, do jetë e vështirë normalisht, sepse dhe renditjet tregojnë, por kemi besimin e plotë dhe shpresojmë që në fundin dalim në fitimtar. Në aspektin personal duket se Mala ka ardhur në formën më të mirë sportive. Jeni këtë mendimin? Po, forma sportive çdo herë mendoj që ka vend për përmirësim, edhe atëherë kur mendon që në kulmintate, atëherë normalisht që ke ende për të përmirësuar. Pra mendoj që akoma ka më shumë për të dhënë si në aspektin fizik, po ashtu të teknik, kështu që çdo herë ja lej kohës edhe çdo stërvitje të mundshme që të përmirësojmë çdo aspekt të mundshëm. Mala, me çfarë kontingjenti do të shkojë Vllaznia në përballje ndaj Elbasanit? Pra, a jeni të plot si grup dhe a jeni gati për të marrë vendin e parë psikologjikisht? Po, tash javën e fundit dihet që kena pas sa mungesa për kartona për dëmtime të ndryshme. Tash, siç e thash, sot e kena një stërvitje të fundit, do shohim kush do jetë i mundur kush do jetë i gatshëm për neshe dhe kush nuk do jetë, pra aty do vendosin stafi mjekësor dhe teknik i klubit, kurse për neshen, siç e thash, po ashtu të jemi të përgatitur. Është herët për të folur për vendin e parë, vendin e dytë, po normalisht me një fitore kjo të nxjerr para, edhe jemi të gatshëm, pse jo. Mala, Elbasani ka mbrojtjen më të mirë në këto 5 javë, do arrijë Vllaznia ta thyej këtë mbrojtje dhe të shënoj golat e fitores. Po në çdo neshe kena shënuar, siç themi, edhe atë të motivuar jemi, besim kemi edhe besoj që do arrijmë të shënojmë, shpresojmë që të shënojmë më shumë dhe dalim fitimtar. Shtylla vazhdon të trondit ndoshta nga ndeshja me Vorën. Do të ketë gol edhe nesër Mala apo arsyet të shënoj kushdo? E rëndësishme është mirë e the ti Gjergj, e rëndësishme është shënoj kushdo, s'ka rëndësi, cili shok tjetë në pozitën më të mirë, normalisht do të shërbejmë, edhe kena treguar që kena frymë të mirë në grup, edhe me rëndësi fitore, besoj për gjithë lojtarët, për gjithë ekipin, po edhe në aspektin personal, nëse më vjen ndonjë rast do mundohem ta shfrytëzoj më së miri. Mala, shumë konkurrencë për një vend në formacion. Si e ndjen veten personalisht dhe skuadra ke konkurrencë? Po, atëherë këtë vit ka vret, kur është grupi i plot, atëherë ka vështirësi, si të themi, se kush do luajë, sepse gjithë kanë cilëtetin e mirë edhe nuk ka rëndësi kush luan, edhe nuk ndjehet mungesa. Po besoj që kjo konkurrencë, siç po vret deri tash, i ka bë mirë grupit, sepse kena treguar që pavarësisht kush luan ose kush futet zëvendësues, tregon jep më të mirën dhe çdo moment që zgjidhet lojën. Pra kjo i shërben besoj grupit, sepse mbi të gjitha është konkurrencë e shnosh. E sa që kemi parë luani në qendër mes fushës, por edhe në krahun e djathtë, ku ndjej më mirë Mala. Po janë dy pozita që gjatë gjithë tyre viteve karrierë më kanë ndjekur, si të themi, edhe mund të them që i kanë bërë pozita natyrale të mia, si në qendër apo ashtu edhe në krah, edhe besoj që të dyja ndjej mirë. Varësi një lloj. Varësi të ekipit ku ka nevojë. Kemi parë një Vllazni që krijon shumë raste në këto javë, po njëkohësisht edhe mbet shumë raste. Sa keni punuar gjatë stërvitjes për ta korrigjuar këtë aspekt, duhet qenë se ishte një nga kritikat të cilën bëri edhe Martini javën e kaluar dhe në mënyrë të veçantë për egoizmin e tepruar të disa lojtarë. Ajo është si themi, është parë nga të gjithë që kena humbur shumë raste, më rëndësishme është që kena kriju, kurse normalisht për përmirësimin e këtyre punojmë për ditë, ku jo që vetëm të shënojmë, po pse jo të shënojmë gjitha të raste që na dalin. Edhe për ditë normalisht në faza sulmit, si themi, punojmë edhe individualisht mas stërvitjes me gjujtje, me mbyllje të aksioneve dhe mundohemi që t'i shfrytëzojmë edhe një rast ta kemi, ta bëjmë gol atë, por mund të them që rëndësishme është që ekipi përdor rast. Mala, viti i tretë për ju në Shkodër, është kjo Vllaznia më e mirë gjatë këtyre viteve që ju keni qenë këtu? Po mund të them që është viti i katërt në Shkodër ky, edhe
nuk du të them është më i mirë apo më i keqi, sepse në çdo vit kemi pas lojtar shok mjaft mirë, kurse këtë vit mund të themi që është më i kompletuar sepse mund të kemi edhe zgjidhje më shumë. Ju dhe shumë pjesëtar të vllaznisë po mundoni që ndoni me këmbë tokë, duhet thënë që të marrë ndeshje një nga një, po në opinion është krijuar një ide që kjo vllazni është pretendente. Është një mjafsi për ju kur të gjithë flasin mirë? Po vetvetiu nga kualiteti i lojtarëve normalisht edhe të bën që të mendosh për një vllazni pretendente, po ashtu siç e the, ne po mundohemi që mos të fluturojmë pa bë asnjë gjë ende, sepse vetëm 5 ndeshje kanë kaluar dhe është gjithë ato javë përpara dhe vetëm fillimi. Në fazën e 4 atëherë mund të flitet për diçka më shumë, po kurse tash është vetëm fillimi edhe mund duket sikur janë fjalë boshe. Një përforcim tjetër ka mbetur tek vllaznia. Mendoni këtu të japë një shtyrë për skuadrës? Po tash po e presim si themi edhe të dalë një stërvitje sepse i ka mbaru ditën e 6 si themi ato burokracitë që duhet për një lojtar me i marru. Edhe besoj stafi ka bërë normalisht zgjidhje të mirë sepse kanë treguar që këtë vit kanë zgjedhur mirë edhe shpresoj të na ndihmojë sa më shumë. Normalisht vlerësuar për ekipin është mirë për ne. Në ndeshjen shtëpi veç fitore vllaznia këtë sezon, do të vazhdoj kjo seri fitoresh edhe nesër? Po, kena treguar që në shtëpi jena shumë të fortë, si themi kemi kështjellën e fortë, edhe shpresoj ta mbajmë këtë seri, mos ta prishim deri në fund. Ndoshta në fund po shumë e rëndësishme, tifozëria për ju, sa ka rol dhe a keni ndonjë publike për to? Patjetër. Kulminante. Patjetër. Ata janë një pikë mbështetëse ku e kanë treguar në këto ndeshjet e para të këtij kampionati, kanë ardhur shumë, na kanë kënaqur, na kanë dhënë atë motivimin e duhur. Është një kënaqësi kur shef tifozërisë shkodrane duke mbush shkallët e stadiumit, po edhe duke i dhënë mbështetje ekipit. I presim, shpresoj që të na vinë jo vetëm këtë ndeshje, por çdo ndeshje të ardhshme sepse janë motiv shtesë për ne. Çfarë ka ndryshuar me ardhen e trajnerit Martinit në krye të skuadrës? Po mund të them që ka rrit kërkesën, si themi atë kërkesën e veçantë për çdo lojtar dhe ka vendosur përgjegjësi mbi çdo lojtar, si themi nuk kërsen asnjë, edhe motivin që ai ditë jep. Faleminderit.